Në 2 vitet e fundit në Shqipëri u regjistruan pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor 6.495 automjete luksoze, vlera e të cilave është minimalisht 50.000 euro. Pronarët e këtyre mjeteve kaluan në sitën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, që tashmë ka nisur një aksion për të zbuluar nëse këto blerje justifikohen me të ardhurat e deklaruara. Nga hetimi i cili nis nga vitet 2023-2024, 400 automjete luksi sipas tatimeve u blen me para të padeklaruara. Por çfarë ndodh me pronarët në këto raste? Dhe nëse i deklarojnë, por janë të ardhura që justifikojnë pasurinë e tyre dhe janë të ardhura të tatuara më parë, detyrimi që kanë individët është vetëm deklarimi këtyre të ardhurave dhe nuk kanë asnjë problem. Pra, maksimumi është gjoba për deklarim të vonuar të deklaratës viva. Ndërsa, nëse individët kanë të ardhura, por nuk i kanë deklaruar dhe nuk janë të tatuara më parë, do dali detyrim për të paguar, gjobë për deklarim të vonuar dhe nëse më pas, mbas investigimit, masat të tjera vijuese rezultojnë që këto të ardhura janë të pajustifikuara, më pas vijohet me sipas përcaktimeve të neneve të tjera të ligjit të procedurave tatimore, të cilat janë për deklarim të rrem, për mos deklarim. Ka dhe një parashikim në ligjin e procedurave nëse kur janë raste që konsiderohet vepër penale tjera. Edhe pse janë identifikuar 400 mjete të blera nga individ që nuk kanë deklaruar të ardhurat, tatimet thonë se hetimi i pasurisë nuk do të mbarojë këtu. Pra, janë analiza që kryhen në mënyrë të vazhdueshme me të dhënat që ka sistemi tatimor, gjithashtu dhe me të dhënat të cilat ne i disponojmë nga palë të treta. Drejtoria e Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor po kryqëzojnë të dhënat edhe për një tjetër proces, atë të vjeljes së detyrimeve të prapambetura tatimore. Qytetarë apo biznese që nuk paguajnë taksa e tatime nëse nuk i shlyen ato edhe pas disa paralajmërimeve, do t'ju bllokohet automjeti.